Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajm. Durrësi ynë i mrekullueshëm ka talentet mrekullueshme dhe sot kemi një diskutim me një talente të jashtëzakonshme që është Kedi Seldiu, e cila është shkrimtare, artiste, fotografe, design, ke shërbyer në qytetin e Durrësit drejtoresh monumenteve kulturës, me kostum për shumë shfaqje që janë bërë nga Adriada Dervishi, Bashkim Hoxha, e tjerë, dhe me një kontribut të gjerë në qytetin e Durrësit, por që sot jetoni në Angli. Mirë se erdhëm, flasim hapur, Kedi. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. E vërtetë është jam munduar që të kontribuoj në një farë mënyre nëpërmjet artit tim, nëpërmjet punës time për qytetin tim, të ndihmoj artistët dhe të jem pranë tyre për aq kohë sa unë kam pasur mundësi duke dhënë kontributin tim dhe duke qenë prezente, duke qenë krah me ta për të bërë gjëra të bukura. Vazhdon bësh gjëra të bukura? Po, unë mendoj se një artist është gjithmonë në kërkim të së bukurës, është gjithmonë në kërkim të arritjeve dhe ka gjithmonë një qëllim, mbasi ka realizuar një qëllim. Kështu që unë jam gjithmonë duke kërkuar dhe duke punuar për objektivin e radhës, patjetër. Jam gjithmonë në krijim e sipër. Sa vite u bërë në Angli, Kedi? Plot 8 vjet. 8 vjet. 8 vjet. Dhe me çfarë merresh tani në Angli? Unë jam pak a shumë brenda profilit tim, jam menaxher në një studio fotografike. Po. Kam aty prej 7 vite që punoj në të njëjtin sektor, në një kompani shumë të madhe që ka dyqane në të gjithë Anglinë. Dhe ndihem mirë, sepse më jep hapësira që të jem gjithmonë duke bërë diçka, duke bërë ato prekjen time, duke punuar me dizajnin, duke punuar me fotografi, photoshooting, duke krijuar nga pak, pavarësisht se është thjesht një punë që paguan kredin. Po, jo të maq, por edhe pikturon 4 ditë në javë. Keni hapur dhe një galeri së bashku me artistë tjerë? Po, ideja është që unë kam një punë fikse, kuptohet, për të paguar kredi, në sensin që pjesa tjetër krimtarisë nuk është një krimtari për të aspekti financiar. Në aspekti financiar. Nuk do, është vetëm gjë të cilën nuk do ta ndryshoja kur, nuk do punoja kur absolutisht, sepse unë mendoj që fakti që jam aty ku jam është një mundësi e imja për të notuar në një oqean të madh dhe për të parë veten nëse jam në gjendje të notoj duke dal nga kjo pishina e vogël nga Shqipëria ose nga Durrësi përtej kësaj. Dhe aty bashkë me disa artistë të tjerë ne kemi marrë një ambient me qira dhe kemi hapur një galeri tonën në Sunderland, që është një qytet në veri të Anglisë, shumë pranë ku unë jetoj, dhe galeria ka patur një sukses të jashtëzakonshëm. Dhe unë kam krijuar punë të cilat nuk janë thjesht për pjesë e një galerie, kanë qenë pjesë e një muzeu. Dhe synimi im i radhës që ato vepra të shkojnë në një muze, sepse i dedikohen pikërisht kulturës, minatorëve, ndërtimit të anijeve, që është pjesë e kulturës asaj zone në të cilën ekspozita dhe galeria qëndron, ka pasur shumë interes, edhe për faktin që unë jam me vetmi artiste e cila nuk është angleze, edhe për faktin që piktura ime është ndryshe në teknik, në ngjyra, është pak e errët, edhe ka pasur interes sepse jam munduar që të jem larg asaj dekoratives, atyre ngjyrave të forta që njerëzit tërheqin, jam munduar të jem më spirituale, duke sjell pranë publikut diçka më të ndjeshme, një pikturë ndryshe, e cila duket në fillim pak e egër ose jo e pranueshme, po qëllimi është që mbasi atë vepër ta shikosh ose punimet e mia ti shikosh herën e 3, herën e 5, herën e 10, ta duash më shumë. Dhe unë besoj se kam arritur dhe jam e lumtur për atë që po bëj, për atë rrugtim që kam. Kedi, unë rrallë herë kam në këtë studio përpara meje ka shumë libra dhe kontribute nga të ftuarit, sigurisht të gjithë të respektuar, por në këtë rast
doja ti mlidhja për të ilustruar produktin e punës tënde përpara se të shkoja në Angli, se tashmë e shpjegove çfarë kontributi në art jepni edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Ju e nisët me Muza. Muza. Revistë artistike, kulturore, dhe ju jeni ideatore dhe krijuese e Muzës. Po. Pra, dalë tuke Kolidromeno Motratone. Po. Spektakolare është Mona Lisa e artit Po, shqiptare. dhe kam një dizajn të Mona Lisës duke mbajtur një libër që është Muza, që është Mona Lisa jonë. Dhe ajo ka qenë si faqe reklame brenda revistave që janë në avion. Muza ka qenë produkti im i parë, duke punuar si graphic designer për vite me radhë. Shpikoj fantastike. Duke punuar në studiet, po themi, më të mira në Tiranë, unë pata mundësi që të punoj me shtypin, ta njoh mirë produktin. Dhe kur u ktheva në 2010, në 2011 në Durrës, kisha studion time, ndërtova studion time, pata ato klientët e mi me cilën punoja grafika dhe dizajn, dhe ndërkohë doja të bëja atë që mendoja që unë dija të bëja më mirë, të lidhja punën time me krijimtarinë. Dhe ajo Muza ishte një ëndër, të cilën më thash unë mund ta bëj. Si natyrë jam person që nuk them ndonjëherë, nuk është e pamundur. Kam gjithmonë iniciativën për ta bërë diçka të cilën e mendoj se është e mundshme, e arritshme, dhe revista Muza në të vërtetë ka qenë vetmja revistë arti në Shqipëri, ka qenë një botim para shumë viteve i Galerisë së Arteve për të patur, ka qenë një tentativë për të patur një revistë përmbledhëse, e cila ka funksionuar jo çdo muaj siç ishte revista Muza, por kuptohet që ato kanë pasur sponsor, kanë pasur investime. Ndërkohë revista Muza ishte çdo faqe, çdo gërm Kedi. Po. Kedi. E nisë me poezi. 95-ën, mos gaboj. Po, është edhe një botim para asaj. Është edhe një botim tjetër. Po, është një libër para asaj, diku në fund të gjimnazit, të viteve të gjimnazit, diku nga 98-a, 99-a, besoj, unë kam shkruar poezi që e vogël. Diku rreth moshës 10 vjeç kam filluar të shkruaj poezi, pastaj pak më vonë jam angazhuar në këto konkurset letrare, ku kam qenë gjithmonë triumfuese pak a shumë, sepse kam pas një synim gjithmonë në punën time që në atë që bëj duhet jem në më të mirën time. Nuk kam pranuar asnjëherë të jem e dyta. Jo kompromis pra, thoshte Salvador Dali, më pëlqen si shprehje, stimuluese, jam i sigurt që e një shumë mirë. Thonë, o Napolon ose asgjë. Patjetër. O ja dal ose nuk ja dal. Dhe kjo është ambicie pozitive që quhet dhe është fantastike. Është artisti në... O vendi i parë ose nuk... Artisti, nuk jam më tepër për të qenë... Jo egoizmi. Egoizmi për... ose konkurenca. Ka të bëjmë ambicien time që unë dua të jem plotësisht e kënaqur me atë produkt që nxjerr, me atë pikturë. Për shembull, shumë herë unë pikturoj, e vendos në mur dhe kaloj para pikturës për 2 javë, 3 javë, deri në momentin kur shoh diçka që nuk më pëlqen. Dhe nëse, domethënë në studion time janë sot 11 telajo në proces. Në proces, 11? 11. Numërova para disa ditësh rastësisht se po i rregulloja. Dhe shpesh herë ato vendosen njëra mbas tjetrës edhe fillojnë të ngjisin sepse janë diku, domethënë akoma të njoma. Unë punoj vetëm me vaj, nuk punoj në akrilik ose në teknika tjera, edhe vaj dëshiroj ka pak më tepër kohë për të tharë. Duhet tharë, të tjerë. Por, domethënë jam gjithmonë domethënë duke kërkuar që të jap më të mirën, dhe kur unë kam firmosur emrin, atëherë jam e qetë që nuk kam pendesa për ato çka kam bërë. Përmende konkurset e poezisë dhe vendin e parë. Më bëj pak lidhje me një konkurs poezie në 95-ën tek Qendra Kulturore e Fëmijëve në Durrës, tek kësaj pikture me këtë vazo. Po. Është çfarë ndodhi?
ka një histori, është historike, Është shumë e bukur, është shumë personale. Unë ndonjëherë më pëlqen t'i ndaj ca gjëra personale me publikun. Po shumë e thjesht, diku në TP-sën, kur unë isha akoma nxënëse, marr pjesë në një konkurs poezie, nga dëshira në qendrën kulturore, nga dëshira për të qenë pjesë, është hera parë që unë marr pjesë diku, çoj shumë poezi, aq sa disa u recituar nga nxënës të tjerë në atë kohë, marr pjesë në një konkurs i cili në atë kohë xhirohej nga televizioni shqiptar dhe jepej ekskluzivisht. Në momentin që ndahen çmimet, çmimi i tretë, asgjë, çmimi i dytë, asgjë. Çmimi i parë, nuk e kam besuar që isha unë. Dhe unë kam dalë në skemë për të marrë çmimin e parë në atë shpejtësi, në atë vrullin kur dikush nga mbrapa më të riqte xhupin. Dhe në momentin kur vi mbas skene me vazën time, dëgjoj që drejtuesit bisedonin që jo, ajo vazoja ishte asaj gocës. Praktikisht kishin ndruar vazot sepse çmimi i dytë kishte këtë vazon më të thjeshtë, dhe çmimi i parë kishte një vazo shumë më të ngarkuar ose më madhështore. Mirë po, ajo vazo unë e kam në shtëpi dhe mbas ca kohësh e ke akoma? E patjetër. Pati një thyerje dhe unë e kam gjitur vetë vite më parë dhe kisha, po ta shikosh ka një krisje, duket sikur është krisje në zemër. Dhe zakonisht unë pikturoj natën dhe një herë në darkë kur isha duke mbledhur ato telajet e mia, pata atë ndjesin që duke lidhur edhe me jetën time, edhe me atë çka artisti përjeton, sepse piktura është një rrëfim i asaj që artisti përjeton atë moment të jetës. Edhe unë e vendosa në një, edhe pse një trofej i thyer, e vendosëm mbi një ark diku në një bodrum, ajo prapë ndriçon. Edhe ajo është Keidi, sado që të përpiqesh ta thyesh, unë besoj se me drita ime patjetër do shkëlqej. Dhe ajo që jam unë do shihet qartë. Keidi, me që e përmendë, mund të të bëj një pyetje personale në aspektin e triumfimit të dritës edhe të Keidit ndaj sfidave. Mund të flasim pak për sfidën edhe fizike, pra kjo është sfidë shpirtërore, artistike, por ju kaluat edhe një sfidë shëndetësore shumë serioze. Po, sot e shoh si një gjë shumë thjesht, po patjetër, pak pasi unë shkova në Angli, unë nga një rutinë, nga një vizitë rutinë, mora vesh që unë kisha një adenom, një tumor në kokë, në hipofiz, e cila në atë kohë ishte shumë e frikshme për momentin kur unë e mësova, pata një ndryshim shumë të madh në peshë, dhe pata një stres jashtëzakonisht të madh. Edhe kuptohet që njeriu është qenie shumë e brisht, sidomos për veten. Edhe mu desh ta kaloja vetëm. Ajo ishte sfida më e madhe dhe unë pata vetëm një, po themi, në atë stresin tim të madh, në atë pagjumësitë e mia në netët të vona, unë pata një vegim, pata një ëndër, pata nënën time, më thënë, pata një vizion të mamasime, sepse erdhi një moment që njeriu shikon pas dhe reflekton mbi rrugtimin që ka bërë, mbi atë çfarë ka lënë ose do lërë mbrapa. Dhe kur unë pash portretin e nënës time të trisht, ishte forca dhe kthesa ime për të luftuar smundjen, e cila ishte absolutisht padëmshme, ishte absolutisht sot është një gjë ndje me fat që e kam zbuluar, sepse shumë njerëz mund të kenë pasoja dhe kurohen për sëmundjet e tjera, ndërkohë që nuk e din, është një gjë shumë e thjeshtë. Por sot e di, por atëherë mu desh të kaloja atë fazë për ta kuptuar. Dhe ajo fazë pastaj ka ndikuar edhe në krijimtarinë time, ka ndikuar në mënyrën se si unë qasem me njerëzit, në mënyrën se si unë i fal dashuri njerëzve, sepse kam kuptuar që
Ajo që mbet nuk është asgjë, domethënë unë nuk jam person që mbaj mëri, nuk jam person që kërkoj debate, edhe duke qenë më tepër në Angli, në një qytet, në një vend ku njerëzit falin shumë dashuri, kur je ulur në një tavolinë vetëm dhe rrethohesh nga 5 të panjohur që bëhen miq dhe me të cilët bisedon dhe u njeh jetën në 10 minuta, më thënë më ka bërë njëri shumë më të vetëdijshëm për vlerën e jetës, por edhe më të thjeshtë për ta jetuar jetën në disa dimensione tjera, për të mos e humbur asnjë koncert, nëse dëgjon që ka një koncert Dhe Anglia ka koncerte çdo javë me hyjet e botës muzikore dhe jo vetëm teatri, dhe patjetër, dhe unë i kam ndjekur të gjitha. Po, duke filluar nga Metallica, Iron Maiden, AC/DC, është absolutisht privilegj, edhe Marilyn Manson, Slipknot, Korn, edhe është një eksperiencë e jashtëzakonshme, sepse ti këndon në të njëjtën kohë me 80.000 veta në stadium duhas të Rammstein, kështu që Këti, a mund ta shfrytëzojmë këtë moment për persona që na dëgjojnë që ndoshta po luftojnë me një situatë të ngjashme shëndetësore? Gjëja më e mirë që duhet bëj dikush që është duke kaluar një sfidë është ta flasi. Të mos ketë turp. Unë kam pasur shumë kritika, pse e tregove, pse e the, njerëzit të shikojnë si të smur. Në të vërtetë jo. Duke e treguar, patjetër që ti ndihmon dikë, dhe unë kam më s'dëm rast mundësia që të ndihmoj dikë tjetër që më ka thënë, edhe unë kam këtë simptom. Dhe ajo është një kënaqësi shumë e madhe kur ndihmon dikë tjetër. Pavarësisht se mund të jetë shumë e vogël dhe sot, domethënë çdo kush ka sfidat personale në kuptimin e sëmundjeve, por ajo është kryesorja, të flasësh, ta pranosh veten për atë që je dhe asgjë nuk është e përjetshme në këtë botë. Absolutisht. As dhimbja. As bukur. As dhimbja nuk është e përjetshme. Je thjesht ti që duhet marrësh vendimet e tua për jetën tënde, ta kalosh me buzëqeshje, sepse nëse do ta pranosh humbjen, atëherë do humbësh. Duhet të jesh gjithmonë number one, apo jo? Si thamë. Patjetër. Duke mos e pranuar, duke jetuar çdo ditë tënde, ti harron, jeton atë që është përpara teje dhe kupton që je bekuar sepse Zoti të ka dhënë një sfidë sepse mund ta përballosh. Ndryshe, duhet mendosh që të tjerët kanë sfida më të mëdha, dhe ja del, asgjë nuk është e pamundur. Te suksesi i radhës është kedi jeni pjesë e katalogut të artit bashkëkohor shqiptar, një botim nga Ylli Drishti, katalogu i artit bashkëkohor shqiptar nga Media Print, fantastike, i botuar së fundmi, e ku është Kedi Sediu, bashkë me shumë artistë të tjerë shqiptarë. Kjo është një kontribut i jashtëzakonshëm për artin bashkëkohor shqiptar dhe jam i sigurt që je privilegjuar. Patjetër. Që je korrespondonte në mesin e librit, në zemrën e librit. Zemrën e librit. Dhe të themi dhe janë disa edhe nga veprat tuaja në këtë libër. Është një botim shumë i bukur në fakt. Unë duke qenë se disa vite më parë kam ndjekur studime doktorale për kritikë dhe histori e arti, e di se çdo të thotë bësh një botim, një përmbledhje, ku të shkruash për artist, ku të bësh bashkë artistët, që është shumë e vështirë dhe t'i japësh më të mirë. Ylli Zoti Drishti ka bërë një punë kolosale, shumë të bukur. Një lajm i mirë është që do ketë edhe një botim tjetër të dytë, dhe unë do jem pjesë e saj sërish, sepse në biseda me të filluam të ndërtojmë projektin tjetër, projektin e radhës. Katalogu është një punë ekskluzive, mendoj se është pjesë e historisë dhe është, po themi, katalogu i parë që përmbledh kaq shumë artistë së bashku dhe është një iniciativë shumë e bukur që uroj që dhe jam e sigurt që do ketë sukses dhe do zgjasë dhe në vazhdimsi.
është patjetër privilegj. Keti një nga ekspozitat tuaja në Durrës ishte metamorfoza e pritjes. Po. Kur të jetë ekspozita e radhës? Unë kam gati një ekspozit në galerinë ku aktualisht operoj në Angli. Do jetë në muajin maj. Pa tjetër që dëshira ime ka qenë që ajo ekspozit edhe e kam menduar të lëviz dhe mund të vi shpejt edhe në Shqipëri, do mbetet për të parë, thjesht logjistika për të sjellë dhe për të gjetur ditat në një moment të përshtatshëm. Nuk kam për momentin ndonjë datë të caktuar, po pas çeljes së ekspozitës atje, plani im i radhës është që të kem mundësi ta sjell edhe në Shqipëri, sepse është një krimtari komplet ndryshe, duke ruajtur pak a shumë të njëjtin stil, po piktura ime është pak më e errët. Edhe jo se unë ka diçka personale në këtë të qenurit pikturë më errët, po mendoj që është pak më e menduar, është pak më e ndjeshme, edhe them se ka pak lidhje me ekspozitën e parë, ose me ato simbolika, ose ato motive të cilët mua si artist më tërheqin vëmendje. Qëndroj akoma tek klaunit, tek zojt, ke elementet e vjetër si aparate fotografike, ke disa, besoj që janë disa simbolika të cilat janë brenda teje dhe sado unë përpiqem të ulem të bëj një portret ose një peizazh, kur kam atë kanavacën e 12, do shkoj prapë aty ku unë ndihem më mirë dhe ndihem vetja, dhe është bukur kur ndërton një historik edhe ndërton një stil edhe një teknik në pikturën tënde që të përfaqëson dhe të identifikon. Nga kontributi yt në shërbim të artit, monumente kulturës, teatrit, kostumeve, ekspozitave, nga përvoja jote në Durrës, cilën do veçoje disa për tyre përvojat kontribuese ose bashkëpunimi të paharruar me personat caktuar cilët kanë udhëhequr aktivitetet tilla artistike në Durrës? Po, unë çdo projekt që kam punuar e kam bërë me shumë dashuri. Po. Kam ndjer emocion të madh kur Zoti Bashkim Hoxha këtu vallëzohet me hijet, kur unë bëja kostumet, një ditë më merr në telefon dhe më thot, të lutem Keti, dua që të shohësh faqen. Isha vetëm unë në sallë. Për dhe një opinion, ishte shumë privilegj. Ti dhe Bashkim Hoxha. Ai ishte në regji, unë isha vetëm në sallë, ndërkohë që aktorët luanin për mua. Vetëm për ty. Vetëm unë. Dhe nuk e prisja që do isha vetëm unë dhe kam ndjerë një emocion shumë të madh. Një emocion tjetër që do ta veçoja ishte kur, ose në kontributin tim, kur unë kam bërë të mundur pastrimin e mozaikut të amfiteatrit të Durrësit, ose hapjen dhe si thuash, korrigjimin ose jo restaurimin, po ruajtjen e mozaikut të Arapajt, i cili kishte mbi 20 vjet, i cili nuk ishte hapur, nuk ishte parë, nuk ishte vendor mbi të ndriçimi i amfiteatrit dhe ndryshimi i projektit në atë që është sot. Është falmeje, sepse unë kam ngulmuar dhe kam ngulur këmbë që ndriçimi të bëhet në pjesën e poshtme për të rritur monumentalitetin. Pastaj një nga galeritë u transferua me ndihmën e zonjës Nevila Kalaja në një koncert, dham një shfaqje muzikore, e cila pati disa shfaqje në atë zonë, atë galeri, e cila ishte thjesht një galeri në cilën nuk mund të kaloje. Dhe me kostumet pastaj me Driadën kemi dhe në shfaqje, ndërtuam të njëjtën shfaqje të ëndrrës së një natë vere të Shakespeare-it, në një formë tjetër. Në shfaqjen e parë ne kemi qenë më shumë të fokusuar
në kostumografi duke u referuar e Gustav Klimt dhe pikturës Gol dhe të zezë. Pastaj kaluam dhe ta të shfaqe sërish në amfiteatrin e Durrësit në një pranverë ngjyrash. Shakespeare dhe Klimti? Po. Ide e bukur shumë. Po sepse Ada është atilla, Ada ka atë magjin që ajo është shumë artiste dhe duke biseduar me atë vini det vet, ajo thjesht donte atë prekjen time prej piktori, prej artiste. Nuk kishte nevojë për një kostumografe për të vizatuar kostumet ose për një rroba qepse. Dhe ne kemi prekur gjëra me dorë, kemi bërë gjëra spontane, kemi krijuar, nuk e di, kurora, veshje, mbas skene në moment fundit, një kapje, një rruzë, një fjongo, në moment fundit, në kohë që unë isha mbas skene dhe aktorët ndroheshin, kërcenin, luanin në shfaqje. Emocionet e zakonshme këtë. Është edhe kjo që duhet shtuar. Pra është një jetëshkrim artistik dhe kontributi artistik për qytetin dhe për shumë zhanëra në jetën artistike të qytetit që realisht komplimente është pjesë, nuk mund të jesh një artist duke u mbyllur në një studio dhe duke bërë një pikturë. Nuk mund të jesh një artist nëse ti nuk ke kontakt me artistët e tjerë, nëse ti nuk dëgjon muzikë, nuk shikon një shfaqje, nuk komunikon me teatrin. Pra, të gjithë këto copëza janë ato që të përmbushin, janë ato që të bëjnë, nuk është të jesh një artist është një mision. Ti jesh pranë artit, pranë dashamirësve të artit, dhe është detyrim moral edhe ligjor që artistët të ndihmojnë njëri tjetrin, të jenë pranë tyre dhe të jenë unik, të jenë të unifikuar, të jenë bashkë për të bërë diçka të bukur. Sepse në fund, ajo që mbetet është arti, është buzëqeshja që spektatori ose ai vizitori në galeri ka, e emocioni. Ajo që çfarë mbetet është ajo çfarë ti përcjell tek të tjerët. Vetëm atëherë je plotësuar. Ku do jesh pas 10 vitesh? Pra me ide, me projekte? Me idetë e mia. Unë patjetër që kam ndërmend të ndërtoj një emër. Qëllimi im është që të ndërtoj një emër, të krijoj, po themi, një pikturë që të mbetet, një pikturë që kur unë të mos jem, të jetë ajo. Sepse ajo çfarë bën arti dhe çfarë bën piktura, sidomos piktura është që jeton dhe 200 vjet dhe 500 vjet mas teje. Mua më duhet vetëm një pikturë atillë. Dhe kthehemi sërish tek Dalia, o Napoleon ose asgjë? Patjetër. Po të qenurit që të bësh një art të tillë duhet të jesh pak i çmendur si Dalia, pak jashtë kornizave, të ecësh jo me atë çfarë publiku dëshiron dhe shikon sot, sepse detyra jonë si artist është të edukojmë. Ai vizioni jonë është fat që e kemi dhe ne duhet ta përcjellim. Nuk ka problem nëse sot nuk është e pranueshme. Do jetë e pranueshme në një moment tjetër. Do jetë aty dhe mua më vjen mirë kur shikoj, po themi, artistë të ndryshëm që kthehen pas në kohë dhe e ka bërë një vepër 50 vjet, 60 vjet përpara dhe shumë aktuale. Kjo është fuqia e artit, të qenurit aktual edhe mbas shumë viteve. Dhe teksa flasim për artin, e kam përmendur disa herë, por ja vlen përmendet. Fjala art, sigurisht në shumë vende latine vjen nga art, artes, por fjala gjermanisht, kunst, për mendimin tim, është fjala më e dur, sepse do të thotë plotësi. Dhe teksa diskutonim në këtë bisedë bashkë, përmendëm poezinë, përmendëm pra kulturën, përmendëm pikturat e tua, dhe ato koncertet e heavy metal edhe hard rockut që ti ndjek, pra kjo është plotësia. Po. Që e përçon të gjithë emocionin, një herazi, si nga fjala, si nga mendimi, si nga ngjyrat, si nga kompozimi, të gjitha. Të them diçka keni, kur dëgjoj një muzikë ose më ka rastisur në koncerte, atë këngë e kam dëgjuar në mendjen time në versionin klasik me violina. Është shumë interesante
unë mund të t'jap më mbrapa edhe referenca që Po. do më thuash, po, ke të drejtë. Po. E kam dëgjuar në versionin klasik, sepse ajo lloj muzike ka pjesën klasike brenda, patjetër. ose e kam pikturuar. Po themi, në momentin që ti dëgjon Ailes të Slipknot, e mendon, e pikturon se si mund t'jesh, do të thënë, pa sy, një imazh. Pra, të gjitha këto janë, nuk është thjesht një koncert ose po themi të ndjekurit në shfaqje. Është ajo se çfarë ti merr dhe ajo çfarë ty të emocionon dhe të ngacmon dhe të ndihmon në krijimtarinë tënde. Kështu dhe poezia dhe fjala dhe teatri dhe muzika janë gjitha bashkë. Unë nuk njoh një artist mirë, ose nuk di që artistët e mëdhej kishin vetëm pikturën. Ata dikush luante muzikë, dikush dëgjonte muzikë, dikush shkruante, pra të gjithë artistët, dimensioni tyre është më i madh kur është i plotësuar. Është shumë e drejtë. Nuk mund të jesh artist vetëm brenda studios tënde. Duke nisur se lista shumë e gjatë, po Leonardo da Vinci ishte muzikant. Patjetër. Dhe ndërkohë, po marrim abstraksionizmin, babain e abstraksionizmit, Vasili Kandinsky, i cili pikërisht po lidh me muzikën Kedi, se dyshoj që ke dhe ti nuancat të sinestezisë që njihet. Kandinsky, duke dëgjuar Wagnerin, befas filloi të kishte shije nga muzika që dëgjonte dhe shikonte ngjyra dhe filloi i la gjithçka nga profesor juridiku në universitet, i la të gjitha dhe u morën me pikturë, sepse pikturoi tingujt, pikturoi muzikën. Dhe ngjyrën e shoqëronte dhe shijen e shoqëronte me muzikën. Ky është arti vërtet që është plotësi. Po. Është ajo që nuk është sipërfaqësore. Besoj. Është ajo që është e brendshme dhe artisti ka nevojë për këtë rrethimin me artet e tjera. Unë për shembull nuk pikturoj dot nëse nuk vë muzikë. Dhe patjetër që ajo lloj muzike ka një lloj interferon në mënyrën se si unë pikturoj. Ndikon patjetër. Ose gjendja në cilën artisti duhet të kaloj para se të filloj procesin e krijimit. Nuk mund të krijosh ndërkohë që ke njerëz që në shtëpi të kërkojnë, të bëjnë diçka televizori që të shqetëson. Pra unë nuk i kam gjitha këto, unë jetoj vetëm në shtëpinë time, edhe është gjëja më e bukur që kam, se është liria më e bukur që kam, që unë mund të krijoj në çdo moment dhe harroj kohën, vetëm kur shikoj që kam pak si ftohtë. Sa është ora? është ftohur dhe dhoma dhe sepse punoj në një studio brenda në shtëpinë time, njëra nga dhomat të studioj ime, po ulem për orë të tëra dhe kuptoj që pas ka kaluar 3 orë, 4 orë, dhe kjo ndodh 4 herë në javë, 5 herë në javë. Është aty, është pjesë e jetës tënde, është pjesë e rritjes tënde, është pjesë asaj që ti je si person. Nuk besoj se do mundja të jetoja nëse do më hiqnin pikturën. E mendoj shpesh herë, them, mund të bëj pa këtë, nuk mund të bëj pa pikturën. Është frymarrje? Patjetër. Është pjesë e frymarrjes dhe e jetës dhe ekzistencës. Je thjesht ti brenda vetes tënde, nuk do kishte burg më të madh ose atëherë do isha vërtet e shqetësuar për nëse do të kishin hequr bojrat dhe pikturën, atë aromën e bojrave të cilën unë dashuroj. Unë mendoj prandaj jam thënia e cila nxiti iluminizmin në rastin tënd, unë pikturoj prandaj jam. Patjetër, nuk di ta shpjegoj, mbase është shumë e brendshme, por besoj se është një ndjesi të cilën shumë krijuese kanë. Ajo nevoja për të patur një ndjesi të thellë, drama të thella brenda vetes, jo për të qenë dramatik dhe për të qenë, po themi, për të krijuar një mëshirë tek njerëzit ose të tregosh dobësi. Po për të ndier më thellë. Në një nga këto koncertet që unë kam, ta jap si shembull, në një nga këto koncertet që unë kam parë Rishtazi,
se shpesh herë unë shkoj dhe pa i njohur si artist. Po. Dhe kam atë eksperiencën që dëgjoj këngën për herë të parë dhe është shumë e bukur. Surprizë. Kam shkuar sepse kam marrë vesh që këngëtari, grupi quhet King 810, për të krijuar një këngë, ka qenë homeless, i pastre dhe ka jetuar poshtë urës për 1 muaj. Po. Vetëm për të ndjerë dhimbjen Dhimbjen. dhe për të kuptuar jetën e Një pastrej. një pastrej, në mënyrë që të krijonte këngë. Dhe kënga është absolute, sepse është e brendshme, është e jetuar. Çfarë kuptimi ka ne të sjellim produkte të cilat nuk i kemi jetuar? Nuk i njohim. Nuk janë reale. Prandaj shpesh herë publiku i pikturës ose i koncerteve është i dedikuar, është i veçantë për ata persona të cilët kanë qenë atë rrugtim ose janë atë rrugtim ose e ndjejnë. Ajo nuk të duhet një galeri e mbushur plot. Të duhet një galeri, të duhen ato 5 veta të cilët ndjejnë atë që ti ke pikturuar. Ajo është fitoria. Dhe kontributi kur ti gjen urën tënde me publikun tënd, ku gjen lidhjen tënde dhe emocionon një njëri tjetër ashtu siç ti je emocionuar. Këdi, unë jam besim plot që do kesh një tarme me krijimtari edhe më produktive nga gjitha këto, nga gjitha veprat e tua dhe kontributivit, dhe ju presim ekspozitë në Durrës. Patjetër. Dhe vim tani tek thënia e javës, është një thënie nga njerëz të popujt të mençur. Popujt janë të zgjuar, njerëz janë të zgjuar dhe na kanë lënë pas thënie të cilat duhet na bëjnë të reflektojmë. Nëse nuk mund të fluturosh, vrapo. Nëse nuk mund të vraposh, ec. Por gjithmonë vazhdo përpara. Martin Luther King. Është shumë e bukur. Unë jam kjo. Unë vrapo, eci, nuk dalem, as në sfide. Sidomos pas saj sfide që kalova, unë jam edhe më e fortë. Edhe më e fortë. Patjetër. Nuk besoj, nuk kam frikë nga asgjë, nuk kam, përveç se nëse me heqin pikturë. Nuk kam frikë nga asgjë, nuk kam ndroje për të provuar asgjë, për të ecur përpara, për të pasur, për të zbuluar dimensione të reja të vetës time, të jetës. Kështu që nuk besoj se ka shprehje më të bukur për mua sot se sa që më përfaqëson patjetër. Edhe të ecësh përpara është detyrimi që i kemi vetes e të jetës. Si thoshte Robert Frost, "The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep." Pra, kemi milje e milje për të bërë përpara se të flenë për gjithmonë. Faleminderit që ishe në Flasim Hapur. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ime. Patjetër, faleminderit juve. Faleminderit që na ndoqët, më u takofshim në episodin e radhës.